përsëris atë që e kemi thënë si Partia Demokratike të Kosovës edhe para kontestit. Lëvizja zëvendosje i takon ta propozoj kryetarit. Nëse i ka vota dhe ka kriju shumicën parlamentare, atëherë mundën me zgjedh kënd të dëshirojnë, por nuk mundën t'ua imponojnë për votuesit, për deputetët e opozitës, emrin ashtu siç po kërkojnë. Mentaliteti arbitrar i marrjes së votës me zër nuk ka vend në një sistem demokratik. Ky mentalitet që ne kemi parë shpërfaqur edhe në zgjedhje nuk kalon. Sepse edhe në zgjedhje vetëm që nështë s'kam pasur fytyrë, po kam pasur kërkesë, ka qenë lëvizja e vendosur që kërkon të numër të votave. Edhe sot po vim për na i kërkojnë votat neve. Nuk merret vota me zor. Ne jemi këtu, do të ishim të gatshëm edhe sot me shqyrtu një kandidaturë tjetër, jemi të gatshëm mos me prit 48 orë, sepse s'është obligative me shku 48 orë. Rregulloria thotë jo më vonë se 48 orë. Do të kishim mund më taku prap nesër, kishim mund më taku prap mas vite. Le të sjellin një kandidat apo kandidate që vërtet mund të jetë më pranueshme. Po, keni ndonjë? Dhe ju e dini që tashmë nga kolegët e mi opozitar, nga ajo që kam dëgjuar, ka dhënë propozim për 2 emra caktuar. Sikur të dënte lëvizjave vendosje me zhvillatu situatën, ata tash e dinë saktësisht që s'po ku 2 kandidatë. Nga grupi tyre parlamentar i marrin votat e mjaftueshme. Por po duket që qëllimi i tyre është me vazhdu blokadën, për çka shpreket çardhje dhe realisht jemi në një situatë nga e cila duhet të dalim, por që hapi pari ta kanë. A keni zhvilluar takim me lëvizjen vendosje me qenë se kam përmend që kam ftesë për takim me partitë opozitare, çka është diskutuar se vetë keni qenë? Takim është pa mandat. Sepse po vazhdon një njëjtë logjikë e thirrjes së takimeve konsultative, të cilat nuk i takojnë kryesuesit së seancës. Por pikërisht duke munduar me dhënë kontribut për daljen nga kjo situatë, ne kemi marrë pjesë atë. Po ka qenë një takim nga i cili s'ka asnjë produkt. Ka qenë takim i këtij mentaliteti që po e them, të imponimit, të arbitraritetit, të idesë që na kondojmë qesim ju s'keni çare pa votuar. Jo, a keni propozuar ndonjë emër? Kredu ju ja përgjigje. Asnjëherë në historinë e këtij kuverti nuk ka ndodhur që shumica parlamentare që trash nuk ekziston. Po ati që ka taku propozimin për kryetarin e kuvendit me kërku me imponim me marrë votën e opozitës. Kur nuk e kanë votuar asnjë nga kandidatët e kaluar kur kanë qenë në opozitë, pikërisht lëvizjave të vendosit. Dhe ne nuk kemi dalë me vonë s'kene çfarë. Sepse obligimi i parit është me kriju shumicën parlamentare. Këta s'kanë shumicë parlamentare. Kjo është evidente, sepse po shihet që as 60 nuk i kanë, jo 61. Janë 57, është hera e tretë. Shikoni nëse 3 herë nuk i merr votat, në çfarë logjike do të marrë mas nesër tash me na thonë edhe një herë emrin e një. Është fyrje për këtë institucion, është fyrje për qytetarët, sepse është vazhdim i qëllimshëm i bllokadës. A jeni të gatshëm ju ta votoni Saranda Buguriesi nëse shqipe Selimet? Ne jemi të gatshëm të votojmë një kandidate ose një kandidat i cili nuk ka prapa vetës një histori përçarjes për dështimeve siç i ka kandidati aktuale e cila dështoi për herën e tretë. Kush do të ishte ai ose ajo? Ai nuk më takon mua me allon propozimin, sepse mendoj që vetë i kisha bë dëm. A jeni dakord me këtë? Jo keni po momentin që del të bësh propozon të neve, thonë që kjo është e pranueshëm, ta pastaj të frikojmë me linçojnë rana ose shtin me reaguar se kjo Neni 22 e rregullues kuvendit të Kosovës thotë që unanimisht me votu kryetarin e propozuar ka që vjen nga mandatarin i fituar të zgjedhjeve të nënshkruesit. Pse s'po respektohet Neni 22 për edhe të në asnjë mënyrë nuk ka asnjë rregull kushtetues Republikën e Kosovës që imponon votën e deputetëve. Mandati i deputetëve është i lidhur. Mandati është i lidhur dhe deputetët duhet votojnë, pra kundër të abstenojnë. Po mandati është i lidhur. Kushtetuta e Republikës së Kosovës ka përcaktuar këtë dhe kushdo që tenton me imponu vullnetin tjetrit në veprat deputetëve zgjedhur bën, si më thoni, largim të frymës të kushtetutës.